Arbër Satka prej 2 vitesh eksporton vaj ulliri. Ai është një sipërmarrës në zonën e Divjakës, ku ka një fabrik për vajin e ullirit dhe ku bashkëpunon me rreth 600 fermer. Ne jemi kompani që merrem me prodhimin e vajit ullirit ekstra të virgjër. Produktet tona shkojnë kryesisht në tregje elitare, në Zvicër, në Holland, tashmë edhe në Dubai. Kemi bashkëpunim me mbi 600 fermer në gjithë Shqipërinë. Kemi një skem mirëfillt që fermeri të marrë përfitimin që meriton. Produktet janë në cilësi shumë të lartë për të arritur standardet e tregjeve europiane. Ne kryesisht jemi të fokusuar në fermerë që kanë varietete autoktone të ullirit që bëhen vetëm në Shqipëri, që nuk mund t'i gjejnë në asnjë vend tjetër të botës, që kanë një profil shihet të veçantë. Për të arritur tregjet e huaja, Arbër Satka thotë se ka rëndësi jo vetëm që produkti i prodhuar të jetë cilësor, por edhe ruajtja e tij të bëhet në mënyrën e duhur. Për magazinimin e vajit të ullirit, ai është ndihmuar nga projekti EU for Innovation. Fondi ka qenë kryesisht për të rritur kapacitetet depozituese, sepse vaji ullirit është një produkt shumë delikat që kërkon një depozitim shumë të mirë gjatë vitit. Nuk mjafton që të jetë inox, po duhet të rrinë në temperaturë të kontrolluar, duhet të rrinë në mungesë të oksigjenit, që produkti mos të oksidohet, të ruajë nivelin e polifenoleve, të ruajë cilësinë që ka gjatë gjithë vitit, sepse është një produkt që e prodhojmë vetëm një herë në vit, do na duhet ta konsumojmë gjatë gjithë vitit. Inovacioni në Shqipëri është ende në një fazë të hershme, prandaj Bashkimi Evropian ka vënë në dispozicion 10 milion euro për programin EU for Innovation. Ka sfida që qeveria e Shqipërisë duhet t'i adresojë, që vendi të bëhet një ekonomi e bazuar në inovacion. Qeveria duhet të dyfishojë përpjekjet për të arritur objektivin e saj, për të investuar 1% të produktit të brendshëm bruto në kërkim dhe zhvillim deri në vitin 2030. Besojmë se ekonomia shqiptare duhet të mbështetet në rritje, por edhe në start-up dhe në inovacion, që vendi të ketë mundësinë të përballojë hyrjen në tregun e përbashkët evropian, duke pasur produktet origjinale që konkurrojnë në tregun e përbashkët. EU for Innovation është një projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian, Ministria Federale Gjermane për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim dhe Agjencia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar për Zhvillim.